ka një telenovelizëm të lehtë që shoqëron pothuaj ngjarje relativisht të forta të kësaj natyre, që ka të bëjë me është çështje e vetmuar, është një çështje anësore përgjithsisht për të fshehur çështje të tjera më të rëndësishme në këtë rast dhe është e shoqëruar me ndonjë çështje tjetër paralele. Domethënë, a mund të më thuash ti mua, jam i bindur që e ke thënë në ambiente të tjera, po në këtë program publiku ju është publik i zgjedhur që dëgjon me vëmendje, kështu që ku qëndron zonja Balluku në raport me përballjen e një dosje o disave që qëndrojnë aty? Atëherë, pozicioni i zonjës Balluku së pari qëndron në disa dosje, pozicioni juridik, flasim. Ajo që është bërë tashmë publike dhe që kemi publikuar në syri, sigurisht që bën fjalë për një tender i cili lidhet me supervizimin e punimeve të rastit, pikërisht të rastit të ndërtimit tunelit Llogaras. Nuk bëhet fjalë konkretisht për ndërtimin, për tunelin, por bëhet për mbikëqyrjen e punimeve që po kryeshin pikërisht në këtë tunel. Dhe ishte një kontratë e lidhur pikërisht me dy kompani, njëra ishte holandeze dhe tjetra ishte shqiptare. Kjo holandezja pronarin e kishte nga Amsterdami, ndërsa administratorin e kishte nga Greqia, ndërsa kompania shqiptare Net Grupi, e cila ishte një kompani e famshme dhe ishte një kompani që kishte fituar mjaft tendra tek Ministria e Energjetikës dhe Infrastrukturës, por edhe tek Drejtoria e ARSH-s, ishte një kompani në pronësi të Walter Begaj, një njeri shumë i ngushtë dhe mik i pikërisht i drejtorit e Viz Berberi. Faktikisht, mënyra si ka hyrë Spaku dhe ka shkuar deri tek Belinda Balluku është pikërisht një çështje që fillimisht ka nisur për Viz Berberin, qysh në shtator të vitit 2024, kur fillimisht një individi ju sekuestruan telefonat e tij në banesë edhe në zyrë, më pas ky individ në muajin mars u arrestua dhe vim pasaj tek pjesa tjetër kur Spak urdhëron kryen e akteve të ekspertimit të këtyre telefonave në muajin shtator të vitit 2024 dhe dalin një seri dhe një mori e marrë dhe mesazhesh. Pra në këtë rastin konkret, sepse po flasim dhe po dëgjojmë shumë që ka përgjime. Në këtë rast nuk ka asnjë përgjim. Thjesht ka akte ekspertimi kompjuterik të telefonave, të cilat ekstraktohen dhe kopiohen që të gjithë mesazhet që ka prodhuar ai telefon që nga koha kur është hapur. Bëjnë pjesë në këtë qerthull mesazhesh edhe mesazhet që qarkulluan gjatë 24 orë. Sigurisht. Pra, përveç se komunikimi zyrtar, të dy funksionarët e lartë të Ministrisë së Infrastrukturës, qoftë ministri apo qoftë drejtorët, kanë folur edhe jashtë zhargonit zyrtar, por me një zhargon deri diku, si do ta quaja të rrugës, duke vënë epitetet për drejtora, por edhe deri te kryeministri i vendit Edi Rama, cilin ajo e quan pallosh i gjatë, do shkojë në mbledhje se kam takim me palloshin edhe gjëra të saj natyre. Por përveç saj ka edhe hyrje të tjera që sipas analizës që ti ke bërë dhe burimeve të tua, mund të jetë ky rasti siç ka ndodhur për shembull me zotin Velia, që teknikisht ajo ka filluar si një gjë e vogël dhe ndoshta në parimin e madh për ta ndihmuar kryetarin e bashkisë që të mos shkohet tek inceneratorët, ku nëse do shkosh natyrshëm ke inceneratorët, faji shkon gjithandej dhe faji është substancial se inceneratori për cilin paguajnë ne nuk ekziston. Pra është e tillë. Në rastin konkret të rezulton që të ndiqet i njëjti mekanizëm me zonjën Balluku, sepse në pamje të parë na krijohet përshtypja që zonja Balluku pothuaj nuk e priste që Spaku do bënte një akt kaq të fortë. Gjithashtu më duket të rezulton ty që dhe kryeministri të jetë i kapur në një lloj befasie? Nuk besoj se ishte një befasi edhe për zonjën Balluku, por edhe për Edi Ramën, pa diskutim që Edi Rama ka një lajmishmëri informacione nga gjitha kahet, qoftë institucionale, po qoftë edhe nga thashethemet e Tiranës, dhe pa dyshim e ka ditur. Për më tepër e kanë ditur sepse dhe vetë prokuroria në muajin mars, në mos gaboj të vitit 2025, është drejtuar me një shkresë ARSH-s për edhe Ministrisë të Infrastrukturës, duke kërkuar të gjithë praktikën tenderuese të kësaj kontrate 2 milion eurë,
Dhe në momentin kur të vjen prokuroria dhe të kërkon të gjithë dokumentacionin për të praktiku, ti ke firmosur dhe ke bërë një allëzhverish në prapaskem, padyshim që ti vihesh në dijeni që prokuroria e ka marrë të praktik dhe e ka vënë në qerfullin e saj hetimor për ta çuar deri në fund. Në këndvështrimin që ti ke. Po. Dhe